Jam në Karies, kryeqytetin e një prej shteteve më të çuditshme të botës, në shtetin monastirik të Malit të Shenjtë ose Republikën Murgjërore të Malit të Shenjtë, Malit Atos, i cili është një shtet prej 335 km² me një autonomi të plot brenda territorit grek, që njihet nga traktatet greke, kushtetuta greke dhe traktatet ndërkombëtare. Është një prej shteteve më të vjetër të botës, i krijuar rreth 1100 vjet më parë, rreth vitit 960 kur u ngrit manastiri i parë Lavros, dhe sot përbëhet nga 20 manastire, rreth 2500 murgj jetojnë brenda dhe 3000 punonjës të cilët shkojnë dhe vijnë për ditë, që prej 1000 vjetësh nuk lejohet asnjë grua të shkelë territorin e Malit Atos, sepse e fundit, sipas legjendës, ka qenë Shënmëria që e bekoi dhe e quajti vendin e saj, dhe murgjit nuk duhet shohin asnjë fytyrë tjetër gruaje veç fytyrës së ikonës së Shënmërisë. Përbëhet ky mbas shpinës time është parlamenti, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e 20 manastireve, ose siç quhet Këshilli i Shenjtë, mblidhet 2 herë në javë për të marrë vendime, ndërsa këtë drejtim është kisha kryesore e qytetit. Përballë është policia, pra janë 2 godinat e policisë, është një vend në të cilin praktikisht nuk shkelin dot më shumë se 100 veta në ditë, duhet marrësh një vizë për të hyrë, ka pasaportën e tij, dhe njëkohësisht është një vend ku çdo i huaj që vjen, çdo turist që vjen, merr ushqim dhe banon brenda manastireve. Është një vend jashtëzakonisht interesant, kur thash gratë as kafshët femër nuk lejohen, me përjashtim të maceve, zogjve, mizave dhe bledhve që nuk mund të ndalohen. Vjet vetëm nga deti, nuk lejohet të shkelet nga toka. Ka manastire grek, rus, gjeorgjan, bullgar, serb dhe rumun. Është absolutisht një vend i jashtëzakonshëm, ka 2 karakteristika që e lidhin me Shqipërinë. Këtu është varrosur, ka shërbyer si murg dhe është varrosur vllai i Skënderbeut, Reposh Kastrioti, dhe njëkohësisht ka jetuar Jan Kukuzeli, një prej muzikantëve më të mëdhenj që ne kishim. Njëkohësisht pjesa më e madhe e popullatës sotme janë shqiptarë që merren me çdo gjë. Nga kryeqyteti i një prej shteteve më pak të njohur, po më interesant të botës.